Unë jam Linda Gusia. Jam lindë dhe jam rritë në Prishtinë. Kam rritë në Prishtinë pjesën më të madhe të jetës time. Jam rritë në kohëna interesante. Në kohën e Jugosllavisë socialiste, në kohën e shpërbërjes Jugosllavisë, në kohën e një shoqërie komplet segregume që ka qenë si apartheid, në kohën e luftës, në kohën e mas luftës, tash në kohën atë kriznave të ndryshme globale, kështu që ndina që kam pas një jetë dinamike edhe një jetë paka shumë të frymësume me shumë ngjarje të mëdha në një vend shumë të vogël. Në shkollën fillore veç kanë fillu tensionet politike. Unë kam shku në shkollën Vladimir Ilyich Lenini, edhe në atë shkollë në 1989, në shtator, patëm këthy në shkollë, në klasën e 7, po m'duket, 6-7, me një mur mes serbëve dhe shqiptarëve, një shkollë në cila veç e fillon qatë procesin e ndarjes. Marsi i 89-s ka qenë vit i cili ka qenë shumë brutal, më kujtohet kur jemi qu pi gjumit mëngjes, prej shumë herët mëngjes, prej zhurmës tankeve të hi në Prishtinë, ka Dardania, unë jam rritë në Dardani, i pas banesën në katë 7 me një pami kështu të kjo rruga ka Bill Clintoni, edhe më kujtohet që patëm qunë mëngjes me mamin e me babin të qyrë për dritare të hi në një ditë shumë zëmt, të hi tenkat në mars të 1989-s, kur është marrë autonomia e Kosovës. Në një që ajo ditë edhe që ato ngjarjet e marsit të 89-s me këtë protestat, demonstratat, në fakt kanë fillu pi shkurtit me minatorët, kanë fillu edhe ma herët në 88-ën me minatorët, me protestat në nëntor të 88-s, më kujtohet qyteti me një farë zymësie, vulfatje dhe sensi të madh klaustrofobisë në 88-ën, në 89-ën, kujtohet një farë viti i ri, ma i zymt se viteve tjera, një farë pasigurie në përgjithësi. Edhe marsi, po më edhe krejt fillimi të 89-s me shumë protesta. E kam kështu të ngulitur në kokë, kur patarët agja jem edhe kushëri tjerë prej pejës, si punëtor të Trepqës, fabrikës baterisë në pej Trepqa, që nisën kam edhe punëtor tjerë në krejt Kosovën, që nisën kam për marrën Prishtinë, për me mbrojt autonominë e Kosovës edhe për me dalin krah në shkurt minatorëve në atë kohë. Kujtohet kur ka hyrë në banesë tëna, edhe i ka pas kom qaq të ajuna edhe qaq të ngrita se ka qenë ftoftë, sa kemi pas shumë mundim mja hek kpucat prej kamëve, edhe më kujtohet që i majke kamët në një legend me ujtë në nxehtë për me u shkri. Për mu ka qenë kjo një farë asi momenti ku e kom pa format ndryshme të angazhimit njerëzve që ndoshta edhe s'kan qenë shumë politik. Më thonë, agja jem nuk ka qenë shumë politik, ka qenë punëtor në Trepqë që është nis me kolektivin e tij. Më thonë, që ajo marsi, këtë që ato dinamika edhe kthehemi në shkollë me një shtatorë dhe është një mur mes shqiptarëve dhe anës shqiptare dhe anës sërbe. Na jemi pas shkollën e re,
kemi pas shkollën me 2 hymje, edhe pjesa më e mirë e shkollës ka met në pjesa ku ka qenë biblioteka e shkollës, pjesa ku ka qenë laboratori i biologjisë, laboratori i kimisë, patën met në atë anën e sërbëve, na që kemi qenë, si më thonë, 90% të shkollës, kemi met në këtë gjysën tjetër, tash me klasa shumë ngarkume, me drejtor tjetër, apo me drejtorin e vjetër që pa të vazhdu, drejtori i ri, me e thëshin drejtori i dhunshëm, në anën tjetër, protesta, helmimet sidomos që fillojnë pashtu në 89-ën, helmimet në përshkolla kanë qenë pashtu një etapë e shkollës fillore që e majnë men, që ajo friga, që ajo ideja apo vjen në ere keqe, mos kanë gjujt, mandej vazhdimisht me pa në televizor çka është ndodhur, po ka qenë pashtu në një farë periudhe që e majnë men që deri atëherë hymja jon ka qenë hymje me shumë sërb shqiptar, bosnjak, turq, rom, apo ka qenë hymje e cila ka reprezentu që atë shumë komësinë në Jugosllavi, po ka qenë në momentin e këtyre ngjarjeve, më kujtohet shumë qartë kur ka qenë Këshia i Katit Tretë që e kom parë në televizion, tu thonë, i cili ka qenë shumë i dashur me neve, njëri të Polak që vike me na marë sene zakonisht, me na lypshin kujshit për para, edhe përshon në televizion tu thonë që shqiptarët janë aktrus më të mirë në botë, që helmimi nuk po ndodh, që shqiptarët veç po aktrojnë. Më kujtohet si një farë momenti ku unë si fëmijë i vogël më thirr nana dhe thonë, "Çfarë kujshia jonë çka po flet?" Nana im s'ke shumë e befasume, apo për mua ka qenë diqysh si dikush që e njoh, dikush që në perceptimin tem si fëmijë ka qenë një njeri që mundet me pas që ka shumë urrëtie për shqiptar, ku ai flet mirë me neve, na jemi shqiptar. Më kanë qenë të si momentet vogla ku që ato qarjet e mëdhaja mes dy komuniteteve kanë ndodhur, ku më kujtohet që mbasa ne mo vetëm në mënyrë shumë të heshtun, vetëm nalë dhe s'folshim mo me njëri tjetrin. E njëjta gjë edhe me një shoqe tjetër që e kom pas në kat, Nadica ka qenë një qik që kena qenë moshatare, kena shku të njëjtën shkollë, shumë shpesh kena shku në shkollë bashk, kena pas prind të dyat në punë të nditën, edhe kemi qenë për të një fëmijëve që i ka nejt vetë pjesën më të madhe ditës, kështu që shumë shpesh kena shku të njëra tjetra me këqyr Branko Kockicën. Edhe me Nadicën mas që të në ngjarjeve të 89-s ka qenë një farë ashtu, nuk ka pas përlamje, nuk ka pas kur farë ballafaqimi, kur e menoj në retrospektiv, e qenë e çuditshme, s'ka pas ballafaqim, nuk ka pas kur farë as akuza, as diskutime, po veç ka qenë kështu një farë si ndarje, edhe s'ka pas një farë ndjenje që s'ka çka më thonë, apo si një farë ndarje brenda që atyne grupeve etnike, po edhe një farë politizimi, më kujtohet që për mua ka qenë shumë, ka qenë koha kur babi sidomos, të punu në rilindje në atë kohë, bike shumë gazeta, bike krejt gazetat edhe serbisht edhe shqip edhe ka pas gazetat të ish Jugosllavisë, edhe sidomos në 90-tat, fillojnë luftrat, fillojnë luftra në Kroaci, mandej luftra në Bosnje, edhe në shpe kemi pas gjithmonë shumë gazeta të vendeve të ndryshme të Jugosllavisë, më kujtohet që çdo herë i kom lexu edhe që aty ka qenë një farë interesimi jam për politikë, sepse ka qenë një farë nevoje shumë
e madhe me kuptu, apo qatë shpërbërjen edhe me neve si fëmijë nuk kanë folë shumë, më kujtohet që gjithmonë ka qenë në 7:30 lajmet kryesore, ka qenë një farë nuk kemi guxu me burgzhurëm, nuk kemi guxu me përla me vllahun tem jetonin, apo ka qenë koha ku në 7:30, apo në kohë e heshtjes totale, edhe prind tonë me një farë ankth të jashtëzakonshëm kanë digju lajme edhe mundu me interpretu edhe me dekodu çka po thojnë lajmet, apo sepse në atë kohë edhe shumë prej lajmeve kanë qenë të plasume në gjuhë shumë rigjide edhe të kujdesshme, edhe ka qenë vend I cili, Jugoslavia ka pas një farë lirie më të madhe se ndoshta vendet tjera socialiste për mendime politike, po kur ka ardhur puna të shqiptarët dhe sidomos manifestimi I çfarëdo lloji qëndrimi politik pro-shqiptar, është pa për herë si me dyshim, është pa për herë si ata I thoshin irredentizëm, separatizëm, apo është pa për herë si tendencioze dhe është pa për herë si jashtëzakonisht shumë I dënueshëm, kështu që kujdesi për mënyrën se si po fliten senet, sidomos në media, po dhe mënyrën se si po fliten në shtëpi, në mënyrë që edhe mos me na frigu neve, ka qenë kështu një proces I madh I kodimit, dekodimit asaj se çka po thuhet, çka po nënkuptohet, edhe ka qenë një periudhë ku ti shishe sistemin të ushem para syve tu, apo dhe shishe krejt fillimi në 90-ta më kujtohet me shumë lajme, të gjitha seancat në ku vendin e Partisë Komuniste janë kqyr ashtu për fillimin deri në fund, kujtohet shumë eksplicite Kaqusha Jashari, edhe guximi Kaqusha Jasharit kështu, edhe brëhoritja kështu në shtëpi, mirë ja buni, bravo, që një politikane gru e cila I kthehet Miloševićit edhe në mënyrë shumë të drejtë për drejtë, I thot ulo, ndigjom, apo edhe në një mënyrë I ballafaqohet me autoritetin, Luljeta Pula e cila ka qenë kujshike jeme në katret po ashtu, edhe graci Luljeta, graci Kaqusha, kanë qenë një farë si shembull I ri I guximit edhe më të madh se guximin që politikanë burrat e kishin, sidomos politikanë burrat të integruar në sistem, apo Luljeta nuk ka qenë, Luljeta ka ardhur prej kështu, Luljeta ka qenë profesoresh, nuk ka qenë pjesë e Partisë Komuniste, Luljeta ka qenë kështu si demokrate, po guximi për shembull Tezës Lule I thoshim na, se për neve ka qenë Tezë Lule, ka qenë I jashtëzakonshëm për shembull me fol për helmime, edhe më kujtohet kështu, respekti I jashtëzakonshëm edhe krenaria e jashtëzakonshme që I kemi një gjithë hymja kur Luljeta Pula ka shku në emision në Beograd dhe ka fol për helmimin në Beograd, edhe ka fol për faktin se si helmimi ka ndodhur në Kosovë, edhe çka është ndodhur në Kosovë në televizionin Beograd me një farë elekuence dhe guximit të jashtëzakonshëm, apo për mua ka qenë kështu një shembull jashtëzakonshëm integritetit politik edhe guximit edhe elekuencës, e ka qenë kështu dikush mandej dikush që I thonë Tezë Lule të njetën, ka qenë një farë familjariteti që t'ka bo me një edhe si ma ofër edhe pjesë që aty në saneve. Në 90-tat kanë qenë qashtu jashtëzakonisht politike, jashtëzakonisht dinamike, jashtëzakonisht me qësi ngjarje të cilat në forma ndryshme na kanë frymësu, unë edhe Mimoza Jupa, ashtu që jam e ngushtë e shkollës, mandej të shkollës të mesme kemi qenë mandej po ashtu shumë të interesuar në politikë, në një prej
arsye pse kemi qenë shoqe të ngushta, kemi qenë se të dyja kemi qenë shumë të interesuar në ato se çka po ndodh, edhe kemi qenë të dyja kështu të mundu me gjetë copsa të ndryshme, me lexu, edhe që ajo na ka bo shoqe dhe na ka ndërlidh, kështu që më kujtohet që vazhdimisht e kemi pas po ashtu edhe një farë rebelizmi kështu kundër asaj se çka po ndodh në kontekstin cilin jena kemi shku bashk në shkollën Sami Frashëri, domethënë kam fillu shkollën e mesme në shtator 1992, edhe ka qenë si viti, jo në fakt shtator se kam fillu, se shtatori ka qenë shkolla e mbyllur, çfarë s'është më kujtu.